Dhe të dashur miq, jemi kthy kështu tek pjesa e magjikëve të vegjël. Të gjitha ata që më ndjekin me vite e dinë që pjesën e fëmijëve kam pjesën më të ndihshme, sidomos prej kohës kur kam edhe fëmijët e mi, dhe e di se sa emocion i veçantë e sa krenari është për çdo prind kur vinë fëmijë dhe flasin për sukseset e tyre, për profilet që kanë zgjedhur. Sot unë kam të ftuar në studio një djalë i cili është nxënës i klasës të 4, por arritjet e tij në matematik janë të nivelit më të lartë. Si njohës i mirë i matematikës, ka marrë pjesë në disa gara, por një prej tyre ka qenë shumë i suksesshëm, e suksesi më i veçantë ka qenë edhe pjesëmarrja e tij jashtë Kosovës, si pjesëmarrja e parë jashtë Kosovës. Është Onart Gjoshi, i cili tashmë është në studio me mua. Mirë se erdhe, Onart. Mirë se ju gjeta, faleminderit që më keni ftuar një studio. Shumë faleminderit ti që ke ardhur në studion tonë edhe na ke zbukuruar studion tonë me talentin tënd edhe me këtë energji kaq mirë që e ke. Faleminderit. Onarti për ndryshe, unë e thash që është vetë nxënës i klasës 4, matematikën e njeh në nivel tjetër. Ku, qysh, ka e mësove? Njëherë ja hunis me aritmetikën, bazën e matematikës, plusin e minusin, me baboj më mësoj, kur isha 3 vjet, me për shembull lodra dhe gjëra të ndryshme, duke u argëtuar. Përmes lojës e ke mësuar edhe matematikën. A u kon matematika që të ka pëlqyer gjithë kështu prej fëmijë? Po, prej Se ti fëmijë hala, po ja që kem rri shumë. Tash matematika është lënda jote e preferuar edhe në shkollë? E preferuar. Edhe në shkollë? Po kam edhe, të gjitha lëndat janë preferuar për mua, por matematika dhe shkenca natyrore janë më të preferuar. Po besoj që je edhe nxënësi i preferuar për mësuesen tënde, sepse kur je kaq i mirë edhe e leton punën e mësuesit në klasë, pastaj ke mësuese a mësues? Mësuese. Mësuese, e përshëndeti mësuesen tënde. Çu ka emrin mësuesja? Mësuesja ime ka emrin Arta dhe mbi emrin Sadiku Morina. Arta Sadiku Morina, e përshëndesim shumë që ka ndihmuar me dalë në kaq shumë talenti i yt, po jo vetëm mësuesja, se ti e the edhe prindet e tuaj, sidomos babi ka qenë pranonartit gjithmonë. A është edhe babi matematicien? Ja, ai është. A veç e din? Ai e din paka shumë matematike, kështu me aritmetikën e din, edhe gjeometrin. Unë kam ushtruar me aplikacione. Online? Po, online. Ka pas kësi video live ku më në Zoom ku më në me marrë pjesë, po unë ku marrë pjesë individualisht, duke punuar bashkë me babin. Po. Këto aplikacionet që i shikon edhe që mëson matematik janë në gjuhën shqipe, janë anglisht? A ka të ndryshme? Ato janë anglisht, sepse janë të ndërtuar anglisht, po në anglishten e di, kështu që i kuptoj. S'ka qenë problem për ty, domethënë se ti e njeh shumë mirë edhe gjuhën angleze. Unë e thash që Onarti së fundmi në mesin e këtij sukseseve ka qenë edhe jashtë Kosovës, ti ke qenë në Turqi. Po, në gara Timo. Gara Timo. A na tregon pak çka janë gara Timo? Pse qysh vendose me shku, se qysh u zgjedhe ti me shku? Fillimisht fjala Timo simbolizon Turkic International Olympiad. U bën në Turqi, po kjo është e zhvilluar në Tajland. Okej. Ti a ke qenë në Tajland apo në Turqi? Jo, në Turqi kam qenë, po Tajlanda ka kriju. E ka kriju lojën, po. Fillimisht babi u kon të shkarku në faqe të ndryshme si Facebook dhe pa garën Timo. Më regjistroj dhe më tregoj që të kam regjistruar në këtë garë. Kjo garë prestigjioze, në këtë garë prestigjioze morën pjesë 35 shtete nga mbar bota, gjithsej 1500 nxënës. Në mesin e tyre edhe Onart Gjoshi. Po ashtu në kategorinë time kanë qenë 207 nxënës. Fillimisht u mbajt në Prishtinë, në Kosova Global Talent Center, kam fituar medaljen e argjend dhe jam kualifikuar për në finalen në Turqi.
Okej. Qyshe prite qatë moment, qysh ke emocionit, kur shkru ma Kum pas emocionet mira, kështu të lumtura. Njerë babi më ka thënë Sake, nuk e disha për qa, edhe ma tregoj kitë faqe në telefon dhe por që kam dal i dyti dhe jam gëzuar shumë, sepse ishte hira por që do të jash venit. Po, por kur shkove me marrë pjesë fillimisht në Kosovë, a e pate atë besimin, sigurin që ti ki me fitu? Po, kum besu që ka me fitu, sepse jam përgatitur mirë me aplikacione ndryshme. Aplikacione që kam ushtruar, ishin Khan Akademi, Eduken, Anton, K12, dhe shumë aplikacione tjera. Kur e fitove në Kosovë dhe tashme e more lajme që keme shku në Turki. Tregëm sepse ka qenë udhimi i parë jashtë vendit, plus garë një vend huaj me njerëz të cilët janë prej shumë shteteve. Tregëm i pak atë ndjesit tua të aty në momenteve. Aty dëshiroja edhe të takoja me nxënës të ndryshëm nga buta dhe të mësoj nga kulturat e tyre. Dhe si shkoj udhtimi onart? Udhtim ne fluturuam për në Stamboll. Kemi marrë 2 aeroplane. Njërën deri në Stamboll dhe tjetërën deri në Antali. Pastaj atje je taku me këtë fëmijët e shteteve që tha 35 shtete, apo? Po, 35 shtete nga barbuta, si Nigeria, Kina, India, Rusia dhe shumë vendet. Shqipëria ka qenë? Ajo? Kosova ka qenë, se Shqipëria ja. Kosova ka qenë, okej. Qysh kaloj, a ke udhtimi i stresun, veç me aktivitet, a keni pas kohë dhe me shetit pak? Jo, nuk ishte i stresun, ishte fantastik. Aty bëm udhtime të ndryshme. Në ditën e parë vizituam qytetin e vjetër Kalieqi. Fjala Kalieqi do të thotë brenda kalas. Brenda kalas. Po, karakteristikat e Kalieqit janë por rrugicat e ngushta, ndërtesat e lashta dhe muret e larta që janë ndërtuar që nga koha romake, bizantine dhe osmane. Dhe ty të paskalan shumë bresa kjo. Po. A përshë që kjo edhe një talent tjetër, mund është më u bo rëfyës, Ciceron, me shku me të prezentu vendet të ndryshme të botës. Në ditën në vijim që do të shpjegojone, do të jetë një Ciceron që do të mi ka treguar këto informacione. A ti ka tregu dhe ti ke mbajt me dhe? Pa, vizituam dhe Antalya Akvarium, një nga akvariumet më të mëdha në botë. Ka 40 akvariume tematike dhe tuneli më të madh në botë. Po. Dhe ti e shijove pa fund, po besoj këto shëtitjet, këto vizitat, sepse ka qenë edhe hira e parë që i ke pa. Po. Me kanë ishe ti onart? Me babojnë tem. Okej. Dhe më s'ke qenë vetë? Po, edhe diçka, sepse karakteristikat e akvariumit janë se tuneli i gjatë e ka gjatësim prej 131 metrash dhe gjarësi prej 3 metrash. Dhe tash i ke bo kurios, kretë njerë që përna shojnë me shku me vizitu këto, kështu që me këto informacione që i dhe nga bone kurios dhe neve me shku me vizitu. Po hajtë për ndalimi dhe po këthejemi te Timo, te gara për cilën edhe jemi të folë. Ditën e gares, tregoma si ka shku, a ke pas shumë stres, a kanë qenë detyrat e vështira të gares? Po, në ditën e dytë, pas asoj ditës që e shpjegova, ishte dita e provimit. A e provimit, po. Kisha emocione, por edhe besim sepse isha pregatitur mirë. Pas testin, ndihesha pak i lodhur, por shoqëria re që krijova më ndihmuan të relaksuem dhe ta shijoj ditën. Po, dhe shoqëria re që krijove, a ka mbet, a ki kontakt me ta, apo ndëgjohesh me ta? Disa shok, i kam kontakt, ka shumë shok, këtu i kam parasitur të gjithë shok që i kam ba, mund një të hapë. Tash veç ta shpjegoj për shikuesit tonë,
Këto ta kanë dhuru Timo. Do me thonë personat e stafit të garës, Timo ta kanë dhuru si fletore me majtë kujtim, por Onarti ka vendosur që këtë kujtim ta bëj edhe më të shejt dhe ta mbaj gjithmonë pranë vetes, duke i lutur krejt shokët e ri, të cilët i ka krijuar në këtë garë, të nënshkruajnë emrin, mbi emrin, ndonjë thënie, edhe një foto ku e kanë bërë bashkë. Dhe këtu lartë, si qërtë, këtu të regon se për flamurin e Kosovën që kanë duke drejtuar gishtin. Dhe do më thënë këtu në garën e Timos, të e ke pas flamurin tënë, dhe ke përfatsu Kosovën, emocion i dyfesh, sepse e ke përfatsu vendin tënë, edhe që tha babi atë moment të tregam? Kër e përfatsove Kosovën, kër dole të flamuri, një Kosovar ka që sukseshëm? Atë isha i këzuar, kam dollë studje, kam dollë, jam konë med edhe flamurin e kumë qitë para flamurve tjerë. Bravo! Se kumë leo pa ma po flamurin të. Atë e kumë përfaqësu Kosovën, e kumë fituar këtë... Po, mirë, me që e përmende se kemi më këthi prapë të shto fotografit, kjo është, të me thonë, medalja të cilën... Kupa. Që po e mbajte kjo kamera. Këton e kam fituar, sepse isha në zënisi i cili ka marrë më shumë tipik në kategoritë e klasës të katërt. Një sukses shumë i madh, por i pritur, se tha që jëmë përgatitur shumë mirë. E kjo? Këtu kam fituar medaljen e bronzë në nivelin global ose botëror. Qush një është i kur i merë këtë çmime? Këtë çmime një në sikur me konë i lumtur, sepse krejt ato puna ka vlej. Se për shambull, me punu shumë e mos me fitu kur gjatë diqysh paritje. Tani pak në ashtë ta dëshprosh, po kur s'ban më dëshpru? Në jetë, në ardë, ka raste kur edhe humbim pak, ose në herë fitojmë, po kur s'duhet më dëshpru? Edhe humbje duhet me qenë një arsye për me vazhdu. Se ma mirë është për shambull, kur shkojna garat e para më në më humbë, për e dina eksperiencës e që shështë. Po. Ndërkohë, ne patjetër që do ndalimi të kjo fletorja, sepse mu edhe po na po i shojmë derisa na po flasim, babi yt mi ka dërguar edhe fotografite të gjitha pjesëmarrjeve sane, të cilat ne po i flasim edhe shikus tonë kanë me pa. Spjegoj ma pak për këtë idenë, se mu shumë më la përshtypje, unë po e moj me qëllim kështu, sepse më duhet me këthy ka kamera me pa shikus, po të edhin përmensh këtë fletore, na po? Po përmensh e di. Okej, Ky është shuku im Abdullah nga Azerbajxhani. Se unë s'pësha nga Mrapa. Qysh lindi kjo ide, sepse është një ide fantastike. E lirë, por shumë e shtrejt për nga përmbajtja që ka. Sepse edhe gjërat që janë matë mirat, nuk blehen as me pare. Bravo, Nat. Edhe këtu kjo ide njëherë jam konë në autobus, duke dëgjuar Ciceronin në ditë në Vjem. Aty një djallë ishte nigerian, më dha një fletore dhe më tha të shkruash emrin, emrin dhe ku jeton, vendin. Edhe tani ti e ke marrë të njëjtën në fletoren tënde edhe i ke vendosë nigerian. Me disa për ty në tha që e ke vazhdu komunikimin, që atë me thonë kjo me shkronja kineza ta ka spjegu? Po, kjo është këto janë shok të cilët kanë shkrua kinezisht. Që kanë shkrua edhe? Këtu janë që të kanë shkru zhang, emrin e tyre edhe kinezisht, interesant. Dikun ma herët e posh një emën, po shfletoj hala, mu do që ke shqiptar. A u kone shqiptar atje? Po, që. Kjo është Davud Gjoka, është një nxënës i klasës së 7. Po, e kanë e ka përfatsu kë? Kryshtet? Po, të Kosovës. Të Kosovës. A mendova që keni qenë vetëm një fëmijë prej Kosovës? Jo. Keni qenë disa prej Kosovës? Një grup. Një grup keni qenë? Të për shembull... Që pas ka dhe tjerë, dhe më... Mina Jakupi, kjo është një shoqja jamja, klasës 5, jeton në Prishtinë. Ondra Recep, jeton në Gjilan. Okej. Tu
Joni, kjo është një shok i imi të cilin babi komunikan. Okej. Për shembull, Joni, Ambla dhe Andra. Këtu, Joni edhe Ambla nuk kanë marrë pjesë, po Ambla është motra e Andrës dhe Joni është vëllau i Ninës. Aha. Edhe kanë qenë me i shoqënu. Okej, do më thë, kret e fundit pas ka qenë që kjo. Kret këta shoqëni, të cilët ti e ke mbajt, një fletore shumë e shejt, besoj që do të haruash me shumë kujdes, sepse përveç që ta kujton garen, ta kujton edhe kret shoqëni. Nuk më kanë dhënë vetëm këtë fletore, më kanë dhënë një çantë, një veshje të naicës, tima, ma kanë dhënë një kimek për të shkruar, këtë fletore dhe një sinxhir. Dhe a din çka është gjëja më e rëndësishme që ta kanë dhënë në nalt? Kujtimi ka që mirë që e ki, sepse kur do ta harrosh? A pajtohesh? Tash, Timo është e para, por nuk është e fundit edhe ti kime vazhdu. Para pak ditëve ke qenë pjesëmarrës në një garë në Drenas, apo? Garat komunale. Qa kanë qenë ato? Ato kanë qenë gara komunale të Drenasit. Për matematik? Po, për matematik. Kanë përzgjedhur nxënësit më të mirë të shkollave të ndryshme. Po, une nuk më pas me marrë pjesë, po ata ma ka njopë si për shembull VIP me ardhë, po kështu më ka nërë veç me marrë pjesë. Ke qenë si pjesë marës, i ke nderuar. Po, masi e kum fitu me Timon. Po. Edhe aty i kam fituar 96 pikë, i pari, vetëm një pyetje kam bërë gabim. Te garat komunale? Garat komunale. Po, këto e ke bërë krejt pyetjet mirë, te Timo? Jo, disa i këmë bërë gabim, sepse për shembull ka pasur medalje tarta që kështë mujtë mi marrë. Okej, por kjo është nëse mjaftueshme, besoj. A kiti një mesazh për krejt ata fëmijë të moshës tënde që po na shikojnë, po që nuk janë shumë sigurt me një ëndrat e veta si onarti? Po, unë kam një mesazh që edhe nëse se dini matematikën, mund të merrni edhe me lënë tjera, si që keni pasionin të një vetëm me matematikë. Edhe pse matematika është një lëndë e rëndë, po vetëm ta mësoni bazat e matematikës mund t'ja dilni. Si për shembull, fillimisht po ja fillojmë me aritmetik. Aritmetika është baza e matematikës, që mund t'i përdorim në blerjet tona dhe pikëve të futbollit. Pastaj vjen geometria, ku janë format e ndërtesave të ndryshme. Po. Këto gradualisht i mësojnë. Edhe një pyetje të fundit e kam ardhur. Matematikën përveç me prindë, përveç shkollës, a e profesionalizon edhe me ndonjë kurs ti? Nuk e kam kurs të matematikës, por e kam një kurs që quhet Flutura Akademi. Në Drenas? Po, në Drenas, më ka sponsorizuar dhe aty mësoj shumë gjëra, jam duke mësuar kodërg, HTML, CSS, na duhet të kodojmë për të bëjmë gazeta dhe faqe të ndryshme. O, sa mirë, bravo, sepse onarti e tha që edhe të gjitha shkencat landë shkencore të pëlqejnë, kështu që do të profilizohesh duke u rritë. Kur të rritesh, a e ndron me qenë profesori matematikës, apo s'ka të bëjë ëndra jote me këta? Nuk ka të bëjë, sepse kur të rritem, dua të bëhem programer. Okej. Dhe shumë shpresoj shumë që kime u po, sepse të gjitha kriteret i plotëson, matematikën e një landë shkencore të gjitha po thu që i danë dhe i denë, kështu që kjo ka me qenë një shtytje shumë e madhe për ty. A kime marrë pjesë tash më prapë në i gara, je duke shikuar? Po, ka me marrë prapë me garën time. Do të munduam ta fitoj medaljen e artë. Okej. Kur është ajo? Këtë vetë, do me thanë?
këtë vitin tjetër. Në vitin tjetër. Oke, unë e uroj shumë që kime pas suksese, edhe kam e të prit prap në emision, edhe ti vazhdo me shkëlqy, ajo që kam betit me ju thonë krejt shkollave, fillore, kurseve, institucioneve që kanë gjanat të tila, me ftu Onart Gjoshin, me qenë pjesës e kasës së nxënësve të tyne, sepse një nxënës ka që mirë, ka që i nivelit të lartë të njohurive në matematik, ata i privilegjan me të qenë pjesë e institucioneve tyne, pse jo me të ftu, me të dhonë ose bursë, ose qka dhe qoftë, dhe të bjen me orë me jetu tani në Prishtinë, por nështë se ki problem. Po. Se ki problema, po Onart jeton në Drenasa, po. Onart, une po du me thonë që neve nga zbukurove shumë emisionin, me ndjet dritërën që kite, edhe po du me të falenderu shumë që ke qenë sot në emision. Po edhe ne ju falenderaj që unë keni ftu. Na kemi pas shumë knatësi me të ftu. Unë për shpresoj që në çdo garë që kime marrë pjesë, kime më shkru, edhe kime arë me kallëzu suksesin tonë të na. Po. Okej? Kam edhe shumë gara tjera që kam marrë pjesë. Hajtë përmend me disa shpejt. Disa janë garat STEM, edhe aty kam fituar medaljen e brënds në matematik, dhe medaljen e argjend në shkencë, për të kualifikuar që të shkoj në Barcelonë këtë vetë, në Korrek, po besoj. Po. Pashtë dhe garat kanë ngaru, janë si garat komunale në Drenasë mbën, nuk janë kështu që janë për shembull që këjna medalje jashtë, jo. Janë gara brenda Kosovës. Po, kam marrë pjesë edhe në garat AIMA, Olimpiada Matematikës, kam marrë që mund të marrë bursa të ndryshme. Unë shpresoj shumë që kime marrë bursa dhe kime arrit këtë sukseset më të mëdhaja. Dhe falenderit shumë, Onart, që ke qenë sot të na. Ju falenderit që unë keni ftu. Onart Gjoshi, dashur mesh, një matematicien të vogël me sukseset të mëdha, me minutat që kemi u mundum disa prej garave ti përmendin, prej sukseseve tina, ideve të tina, dhe pa tjetër grejt ambicjes e ti për me qenë pjesëmarrë në gara të ndryshme sa më shumë dhe jashtë Kosovës, në mënyrë që të eksploroj edhe vendet tjera, sepse ka pasion të madh eksplorimin e vendeve të tjera. Mrapa kamerave, kur kemi qëndruar me Onartin, me detaje, nga ka spjegu shëtitjen e ti në Turki, që kalon breza dhe aq mirë din me përshkru, si kur të ishte Ciceroni këtë atyre vendeve. Kështu që kemi me të marrë në herë në uthime, Onart. Faleminderit të njerë. Ne po vazhdojmë me Lenën, ku do të flasim për mielin e misrit, përfitimet e tij, recetat e ndryshme dhe se si gatuhet buka e misrit në mënyrën tradicionale.